Unë jam 40 vjeç, edhe dua t'i vë një emër brezit tim. Ka pasur brez luftës, brez të humbur, brez tranzicioni. Ne jemi ky i fundit, por ne nuk mund të quhemi brez tranzicioni, se kur zgjat 35 vjet nuk është në tranzicion, është tamam destinacion. Është gjendja jone e përhershme. Ne u rritëm me prindër që besonin te barazia. Ajo barazia e detyruar ku askush nuk ishte gjë, por të paktën të gjithë kishin njësoj, kishin pak. Pastaj erdhi liria. E bashkë me lirinë erdhi dhe zbulimi i tronditës, prona private që ekziston, po jo për ne. Sepse e vetmja gjë që e kaloi tranzicionin pa u lodhur ishte prona, e cila me një shkop magjik ndryshoi duar. Ne pam se si pronat e gjyshërve tanë u bën resorte, po për ata që s'kishin as gjyshër, as rrënj. Shumica prej nesh nisëm nga zero dhe ndërtuam, madje edhe sot, ende po ndërtojmë. Punojmë për shkollën e fëmijëve, punojmë për të mbajtur prindrit që po plaken. Për veten, thuaj se kur. Ne jetën do ta shijojmë ka frikët 70-at. Nëse i arrim të 70-at, se edhe studimet thonë se brezi jon është brezi i parë që do të jetoj më pak se prindrit e vet. Ndërkohë, ne bëjmë shkollë një 3 herë, sepse tregu ka vendosur që thuaj se çdo 5 vite ti duhet të bëhesh një njeri tjetër. Kështu që bëjmë një master, pastaj bëjmë edhe një master tjetër, pastaj edhe një. Edhe shkolla si tranzicioni, për ne nuk mbaron kurrë. 100 mastera që jashtë nuk t'i nje askush, ndërsa këtu varet se ke njefti. Dhe ndërsa bën shkollën tënde për herë të dytë, të tretë, çdo darkë të ulesh me fëmijët, ata që kanë, për t'i bërë detyrat e matematikës, sepse fillorja ka ndryshuar aq shumë sa ti nuk e kupton me sistemin që ti vetë ke votuar të reformohet. Ne jemi shërbëtorët e 2 brezave. Ati brezit që po ikën, e që na thot, gjithë shpresën e kishim te ju. Edhe ati brezit që po vjen, e që na pyet, po mua qa pronë do m'lësh? Të dy kanë të drejtë dhe të dy ne na bëjnë me faj. Ne jemi brezi i parë shqiptar që u rrit këtu, po shpërtheu ande jashtë kufive. U shkolluam këtu, por emrin e bëm atje. Shkollën e bëm shqip, por talentin e vlerësuan në gjermanisht, në frëngjisht, në italisht edhe në anglisht. Ne jemi brez tranzitor, jo vetëm në ekonomi, por edhe në vlera. Me një këmbë në botën tjetër ku respektoj plaku, dhe një këmbë në botën e re, ku respektohet influenceri. Dhe ne qëndrojmë në mes, me një dinjitet të lodhur, që ama ende refuzon të ulet. Brezi ynë ja ka zili brezit të humbur, sepse të jesh brezi humbur është luks, të paktën e di ku je. Ne nuk jemi të humbur, ne e dim saktësisht ku jemi. Ne jemi në pritje. Kemi harxuar 2 dekada duke besuar se puna të bën njeri, për të kuptuar sot se këtu punën e ndershme nuk e vlerëson askush. Ajo thjesht plak më shpejt. Okej, sa nuk dukem, po kjo është çështje geni. Ne jemi të konsumuar. Jemi tamam si ai karburanti që do gjej veten për të mbajtur ndezur një motor që nuk na çoj askund. Megjithatë, nëse dua, mund të ngushëllohemi disi me atë që shkruante një filozof shqiptar para shumë vitesh. Bota është atyre që digjen.